standardi. Edhe këta pra duhet ta bazojmë në disa indikatorë apo jo. Do të thonë standardi jetësor duhet matët qoftë nga të ardhurat, pra duhet me pa nëse të ardhurat e familjes janë rritur spaku se inflacion ka pasur. Do të thonë këta nuk duhet ta anashkalojmë, por inflacioni kryesisht ka ardhur si pasojë e importit. Pra është importuar inflacioni. Meqense një pjesë e madhe e produkteve që konsumohen në vendin tonë, e shtok këtu edhe energjinë elektrike, pra importohet një pjesë e saj, ato çmime barten brenda në ekonominë e vendit dhe kësaj ndikojnë që të ketë edhe shkallë inflacioni. Megjithatë, ne si shtet duhet ta kemi parasysh si kemi performuar në raport me rajonin, sepse shpesh herë ajo, si të them, propaganda që po mundohet të shtyhet përpara është thujse si pasojë e qeverisë na pas ka ndodhur inflacioni. Në fakt është e kundërta. Inflacion ka pasur në gjithë globin, edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe në Gjermani, edhe në rajon, mirë po si rezultat i masave të qeverisë, ne kemi kufizuar rritjen e çmimeve në masë të caktuar. Për shembull, kjo është tabela që është prej Fondit Monetar Ndërkombëtar. Për vitet 2021 deri në 2024, se meqense 2025 ende s'ka përfunduar, pra duhet të shtohet për sa i përket periudhës 2021-2024, që 2022 ka qenë me inflacionin më të lartë, pra e shihni që vetëm Shqipëria qëndron pak sa më mirë se Kosova me inflacion më të ulët. Dhe kjo si rezultat i forcimit të kursit valutor të lekut në raport me euron për shkak se ka pas shtim të turizmit. Pra kërkesa e madhe e turistëve ka ndikuar që leku të forcohet karshi euros edhe kësaj pra çmimet e përkthyera në lek pastaj nuk janë rritur aq shumë saq ka ndodhur në shtete tjera. Por të gjitha shtetet tjera në rajon janë më keq me inflacion. Do thonë që Bosnjë-Hercegovinën është më keq, e ke Malin e Zi është më keq, Maqedonia e Veriut është më keq, Serbia është më skeqti në rajon. Pra këto janë shifrat të Fondit Monetar Ndërkombëtar. Pra çdo herë le të bazohemi në shifra. Do të thonë ka pasur inflacion e vërtet, por ja që Kosova performon më mirë se shumica e shteteve të rajonit. E për më tepër të kthehemi tek pyetja pra si jetojnë qytetarët. Pra kostoja e jetesës është rritur, por është rritur si pasojë e ndikimeve globale, jo për shkak të vendimeve të qeverisë. Qeveria është munduar me zbut inflacionin apo ndikimin tek familjet, qoftë duke u mundu ta kufizoj impaktin, pra nëse ju kujtohet kemi subvencionu faturat e energjisë elektrike apo edhe importin e energjisë elektrike. Në vitin 2022, Qeveria e Republikës Kosovës ka pasur pakën më të madhe për mbështetje të qytetarëve për inflacion e vlerësuar nga Banka Botërore. 4.3% e bruto produktit vendor, pra po flas me shifra, jo perceptim. Është raporti i Bankës Botërore, 4.3% e bruto produktit vendor është dhënë si mbështetje për qytetarët për ta përballuar krizën energjetike. Dhe si rezultat i asaj ka pas rritje minimale të çmimit të energjisë elektrike dhe Kosova vazhdon ta ketë çmimin më të ulët në Evropë të energjisë elektrike. Ato i pyesim qytetarët. Më të ulët mbase po ne i ndjejmë më të ulët në Evropë, po në vendi më i varfër. Dhe ja ku e kemi këtu, prap, se çdo herë duhet flasim me shifra. Raporti i Agjencisë Statistikave thotë që kostoja e energjisë elektrike është 8 cent mesatarja. Pra është 8 cent. Kjo është edhe në Eurostat dhe çdo kune ke shifrën e njëjtë. Pra mund ta verifikoni sa herë që të doni. Pra është kostoja më e ulët. E vërtet që ka pas ndryshim sepse një pjesë e energjisë elektrike duhet të importohet. Sepse fatkeqësisht vendi nuk i mbulon të gjithë konsumin me prodhim të arin që e gjeneron brenda. Pra një pjesë duhet të importohet. Dhe nëse çmimi i importit, i cilin të kaluarën ka qenë 50-60 euro megavati, tash në bursat ndërkombëtare, në vitin 2022 ka shku 700 euro megavati. Pra më shumë se është 10 fishuar, pra ai impakt vrehet këtu. Por megjithatë shteti ka ndërhy në mënyrë që ta absorboj shumicën e shokut apo të tronditjes nga çmimet globale dhe kësaj ka minimizuar impaktin apo rritjen e çmimeve të energjisë, fillimisht elektrike, por edhe të produkteve tjera. Kemi tentuar me bë edhe ligjin për çmimet të avans, siç e dini, pra për të kufizu marzhat e fitimit, jo për t'i çu në humbje kompanitë, siç pretendohet shpesh, po për të kufizu marzhën e fitimit, që të mos ketë aso profiter që shfrytëzojnë situatën dhe fitojnë në mënyrë abnormale. Mirë po siç e dini ai ligj është dërguar në gjykatë kushtetuese pikërisht nga kjo opozitë që sot ankohet për çmimet e larta në produkte bazike dhe gjykata kushtetuese e ka rrëzuar pa ndonjë arsye të vlefshme. Gjykata kushtetuese ka rrëzuar pa ndonjë arsye të vlefshme. Po këto kemi thënë edhe më herët. Nuk ka asnjë argument të vlefshëm, do të thonë preteksti që e kanë përdor pastaj si arsyetim ka qenë që
është dashur thuajse një trupe pavarur që ta bëj këtë, e jo një organ qeveritar. Kur ne vetë se e kemi, ta zëmë rregullimin e çmimit të naftës nga organi qeveritar, bëhet nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë. Pra, tashmë ekziston mekanizëm i tillë. Nëse gjykata kushtetuese e pas ka pasur kaq problem, ka mujt me thonë, "Okej, po e lejoj 6 muaj për koshëm këto, me kusht që pas 6 muajve ndrohet." Ka dhënë shpesh këto vendime, por jo, kanë vendosur të arëzojnë komplet ligjin, sepse u është dashur me i shërby një grupit të caktuar të interesave. Pse po themi nuk u mort me rekomandimet ose nuk e di si mund të vendimet të gjykatës kushtetuese që pastaj ti bëni këto ndryshime dhe të ligjit të ecë përpara. Po vazhdojnë të akuzojnë gjykatën kushtetuese, jo vetëm për këtë, po sepse akuza që ndron. Megjithatë,